Në mbledhjen e sotme të Komisionit të Infrastrukturës dhe Burimeve Natyrore, debati u fokusua te projekt buxheti për vitin 2026. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e cila duhej të merrte pjesë, nuk ishte prezent dhe ja delegoi detyrën një vartësi të saj. Kjo gjë shkaktoi reagimin e opozitës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi prezencën e Ballukut si kusht të domosdoshëm për miratimin e buxhetit. Vetëm në njërin prej tyre janë vjedhur 50 milion euro. Por ju kjo mund të mos jetë as e rënd, as e pa zakon. Për ne është shumë e rënd dhe jo e zakon. Prandaj ministra nuk ka pse sillet, siç sillet në fakt çdo njeri që shkel ligjin, që fshihet, po do duhet vi në komision dhe t'japi llogari si do t'i besoj ky kuvend këto projekte dhe këto fonde nga buxheti i shtetit, ku ne kemi një akuzë zyrtare ndaj ministres përgjithësi që vazhdon ushtroj detyrën që paratë që i ka dhënë kuvendi përmes buxhetit shtetit nuk dim ku kanë shkuar, nuk dim ku kanë përfunduar. Prandaj unë ju kërkoj në cilësinë tuaj si kryetare komisioni që të thrisni ministren për të prezantuar buxhetin. Nuk mund vi zëvendës ministra, me gjithë respektin që mund të kem unë për të, po ai shtoi se projekt buxheti ka një procedurë të veçantë se si kalohet në komisione dhe kërkon domosdoshmërisht prezencën e ministrit përgjegjës. Detyrimi sipas rregullorit është që projekt buxheti e mbron ministri. Është i vetmi rast ku rregulloria në mënyrë urdhërore ka përcaktuar se do duhet të jetë ministri, pra personi përgjegjës politik, sepse fondet nuk i jepen zëvendës ministra, nuk i përdorin zëvendës ministra. Fondet dhe politikën e ministrisë përkatëse dhe caktimit projekteve të investimeve është përgjegjësi politike e ministrit. Mbledhja vijoi me diskutime mbi fondet e propozuara për ministrinë, ndërsa prania e zëvendës kryeministres mbetet e diskutueshme.